Në këto 11 tunele shtrihen në të dy anët e kamionit. Çfarë ka brenda në tunele tani? Është bosh? Po të hyjmë brenda në tunel dhe shikojmë, tunelet janë të mirë mbajtura, janë bosh dhe janë në një gjendje shumë të mirë. Do me thënë, ky pozicioni këtu është edhe shumë tërheqës për turistët, apo ja? Po, vitet e fundit, ky vend këtu shërben edhe si një trekking i shkurtër, që është përcaktuar edhe në website-in e bashkisë dhe parapëlqes shumë nga turistët e huaj. Po të shikosh në sfond, fatkeqësisht kemi edhe një urë të prishur, e cila ka qenë funksionale para 2-3 vjetësh, por tani është marrë për scrap, shkurt muhabeti. Fatkeqësisht nuk ekziston më. Në rregull. Po e bëjnë turistët sepse më thatë që bën një itinerar nga këtu deri tek shpella? Është një itinerar që ka një kohëzgjatje prej 1 orë 10 minutash nga ura e Kasabashit deri në afërsitë të shpellës Spirovoshit dhe parapëlqejet shumë. Krenar, më përpara na çove te tunelet e depos e armëve. Tani këtu janë tunelet e Floririt. Këtu jemi te tunelet e thesarit të shtetit. Në këtë vend këtu janë ruajtur rezervat e Florit të shtetit shqiptar. Janë ruajtur për 33 vjet, nga viti 1960 deri në vitin 1993 kur bëhet transferimi i tyre drejt Tiranës. Në pamje të parë ky vend nuk ta jepte impresionin, pasi këtu ishte një ndërtesë ushtarake, një repart ushtarak, dhe jepte përshtypjen e një reparti ushtarak. Po në brendësi të repartit ndodheshin tunelet ku dhe ne do t'i shikojmë ato nga afër. Çfarë ka qenë kjo ndërtesë? Kjo ka qenë një ndërtesë ushtarake e ushtarëve që shërbenin për ruajtjen e tuneleve të thesarit dhe në brendësi të tyre ishin tunelet e thesarit. Në total ka qenë 2 tunele, të cilët kanë një lidhje të brendshme me njëri tjetrin dhe për këto tunele shumë pak banor vendas kishin ndjeni. Pasi këto ruheshin nga ushtar dhe ushtarak dhe në hyrje të tunelit ka qenë një port hekurisht shumë e rëndë, e cila nuk mundësonte hyrjen në tunel. Dhe këto tunele kishin disa kode sekret, të cilët ndërroheshin 2-3 herë në ditë. Edhe nëse dikush rastësisht mund të zbulonte kodin, ishte e pamundur që të shkojë më tej, pasi në brendësi ata kishin instaluar disa cisterna me ujë, të cilat shpërtenin në rast se dikush të hynte në brendësi dhe pamundsonin hyrjen më tej me qëllim grabitjen e tij. Pra, kishte shumë Flori në Shqipëri? Po, statistikat thonë që ka qenë rreth 6 tonë ar. Saktësisht nuk e di se sa ka qenë i ruajtur në këto tunele, po këto janë statistikat zyrtare. Dhe skrapari e ka ruajtur këtë rezervë ari, e ka ruajtur shumë mirë. Pasi këtu gjatë kohës që qëndruan në skrapar për rreth 33 vjet, nuk pësoi asnjë lloj dëmtimi, nuk pati asnjë tentativë për ta vjedhur ose për ta tjetërsuar. Deri kur u rujt Floriri këtu në tunelet e Skraparit? Tuneli në tunelet e Skraparit ka qenë ruajtur deri në vitin 1993. Më pas, rezervat e arit u transferuan me mjete ushtarake drejt destinacionit të ri, që me sa duket ka qenë tunelet e Krapës. Më pas, kjo ndërtesë edhe pas largimit të rezervat të arit shërbeu si ndërtesë e shërbimit informativ të shtetit deri në vitin 1997, atëherë kur me humbjen e parave në skemat piramidale, që edhe revolta qytetare dhe më pas shërbimi informativ i shtetit e humbi funksionin në Skrapar, pasi u bë riorganizimi i tij dhe kjo ndërtesë që për asaj kohe dhe deri tani nuk është më funksionale, është një ndërtesë që nuk ruhet dhe nuk mirëmbahet nga askush, siç e shikonin dhe në gjendjen ekzistuese që është tani. Tu jemi te ura e Kasabashit, apo jo? Po. Çfarë ka të veçantë që është një atraksion? Ura e Kasabashit është një monument kulture i klasit parë, gëzon këtë status, pasi kjo urë është ndërtuar në vitin 1640 nga arkitekt Kasemi. Arkitekt Kasemi ka qenë me origjinë nga Gramshi i Skraparit dhe është mjaft i njohur pasi ky arkitekt u bë kryearkitekt i Perandorisë Osmane. Pra kjo urë është e veçantë pasi ka 3 harqe, është e gjatë 26 metër dhe e gjerë 3 metër.
harkumi i madh ka një lartësi deri në 12 metër, kurse dy haqet e tjera kanë një lartësi më të shkurtër. Kjo urë në kohën e perandorisë osmane ka shërbyer si një kryqëzim për kalimin e madrave dhe të njerëzve nga Berati në drejtim të Korçës dhe Anasjelltës. Kjo është një ndër atraksionet turistike të Bashkisë Kapar, pasi shumë turistë preferojnë që ta vizitojnë kjo urë. Atëre, këtu është pika e hyrjes për të bërë rafting. Grupi që sapo pat do bëj hiking në fakt, sepse tani në këtë kohë të vitit ti mund të ecësh përgjatë gjithë lumit. Ishin gjithë uaj, asnjëri s'u duk që fliste shqip. Nuk e dija kishin gujt, po nuk pash një gujt shqiptare. Ishin të gjithë uaj, të rinj dhe i pret një ditë e gjatë dhe interesante. Çorovoda ofron këtë gjë. Ju thonë gjithmonë Berati. Është Skrapari, është Çorovoda që ta ofron. Një prej mrekullive të argëtimit të natyrë, të kënaqësisë të natyrë, të adrenalinës të natyrë. Ne do shkojmë në një pikë tjetër tani, se kishte një emër interesant, Mulliri i Babait, më duket. Është përsëri bukur, më ndi që do e shohësh, për treguar vendet bukura ku ju do vini më pas. Rafting e din gjithë, po jo këto pikat sekrete që po më tregojnë mua sot në Çorovod. Më ndiq. Jam të një vend që quhet Mulliri i Babait. Do të tregoj pse quhet Mulliri i Babait, por ula dhe unë, sepse po shikoj tani një pamje idilike. Disa turistë të huaj që po bëjnë hiking, sepse në këtë kohë, në këtë stin, kur nuk ka shumë ujë, lumi, ata vetëm ecje bëjnë, buzlumit. Përfitro të ecësh përgjatë gjithë lumit me këtë zhurmë, me këtë aromra, me këtë erë që të merr flokët, edhe të merë edhe shpirtin. Dhe pastaj të ulesh edhe të bësh piknik tek zalli i lumit. I cili është jo vetëm një nga lumenjtë më të bukur që ka Shqipëria, po dhe më të vizitueshëm. Kur vjen këtu, e ke plot e përplot me njerëz të cilët janë të huaj kryesisht dhe kanë kuptuar përpara nesh çfarë